të cilat po prodhojnë diku në rreth 800 MWh, po aktualisht është rreth 1400 MW. Për informacion tuaj, edhe pse ne vetëm operojmë me rrjetin, momentalisht janë 4 blloqe në punë, të cilat po prodhojnë diku në rreth 800 MWh. Ndërsa konzumi sot është, sepse konzumi e keni parasysh është për çdo moment i ndryshueshëm, çdo orë, po aktualisht është rreth 1400 MW për orë. Kjo sa i përket prodhimit, sa i përket kapaciteteve, kapacitetet transmetuese, të cilat ndjekin një metodologji të përllogaritjes, nga përllogaritjet që dalin në kompaninë tonë, ne i alokojmë në zyrën për alokim të kapaciteteve si kao me Selin Podgoricë, duke qenë që jemi një nga 9 pronaret e asaj zyre dhe ato kapacitete duke ju nështruar legjislacionit përkatës përdoren nga palët, përkatësisht blihen dhe shiten me qëllim që në rastet kur kemë nevojë për shkëmbime, ato të jenë të gatshme dhe t'ju mundson palëve të bëjmë këto shkëmbime të energjisë. A keni kompetencë me i mbikëqyr edhe me ndalu ose mos me leju monopolin e çmimeve të transportit të rrymës? Ne në përgjithësi procesi është i monitorohet pineve, por mbikëqyrja bëhet nga zyra e rregullatorit të energjisë, ndërsa ne procesin e operimit e realizojmë ne duke i ofruar në platformë dhe duke, pra po them, është një metodologji e cila është e pranuar nga non operator dhe e cila është obligative, duke qenë që ne jemi edhe pronar, po jemi edhe shfrytëzues të platformës si kao. Dhe vetëm për juve. Duke qenë ju si kost të pjesës si kao, nëse e vreni që ka keqpërdrim ose nëse ngritën dyshime për keqpërdrim, a keni kompetencë me ndalu një kompanie të caktuar në ndjerjen e kapaciteteve? Të gjithë operatorët, të cilët bëjnë transaksione në zyrën për alokim të kapaciteteve si kao, janë të licencuar nga autoritetet përkatëse, bazuar në ligj. Ne si operatori i transmisionit nuk e kemi atë drejtë. Kjo drejtë është në instanca tjera, duke qenë që edhe ne vetë licencat na i sigurojmë nga zyra e rregullatorit të energjisë. Do të thonë, ne e menaxhojmë, e operojmë me ato, por në aspektin e licencave ne nuk kemi asnjë lloj kompetence. Dhe të jemi krejt sinqert, ata licencat i sigurojnë në baza legale. Është çështje masanej e monitorimit të punës dhe aktiviteteve tyne se si ata operojnë, nëse janë apo jo me konform rregullave. Po ata të drejtat e licencave i sigurojnë në bazë legale.